me një zotim solem për të kaluar nga kjo gjendje dramatike në projekte Shqipërisë madhështore, e Shqipërisë së ëndrave të djemve dhe vajzave shqiptare, në Shqipërisë Edi Rama, pas 12 vitesh, përsëri bën bandillin, del para shqiptarëve me serialin e mashtrimeve. Nuk flet për program, për atë, për Edi Ramën, nuk është problem pensioni të merësisht i ullt i pensionistëve. Nuk është problem largimi dhe vetëm largimi i trive. Nuk është problem sundimi i krimit, sepse ai sundon së bashku me të. Nuk është problem falimentimi në zinxhir i ndërmarrjeve prodhuese për shkak të narkoerëve dhe fakt Ballkanit të hapur. Problem për të është opozita, i biri tjatit të tregohet. Pasi bëri gjithçka për një Shqipëri pa opozit, tani përpiqet t'ja u paraqesë opozitën me krahasime Hardhuca, Zharpi, Bullar, Zhaba e të tjerë. Mirë po. Mirë po, ka një gjë që ai vërtet është shumë i pasur, ai vërtet ka saraje, ai vërtet ka rrëmbye qindra mijëra tokë në himar në Bregdet, ai vërtet ka qindra milion si pas ose bez para në kontot, po ka gjë i mungon ati, ai është i shkret, është i varfër në kulturë, ai gafoj, duke krahasuar mua me bufin, simbolin e mençurisë dhe turqësisë në gjitha kohrat. Në të gjitha qytetrimet, nga Athinaja tek Harry Potter, ndaj dhe Edi Rama je i pa shpresë. Unë bashkë me këta demokrat të japim fjalën se me 11 maj do të nisim aty ku e meriton.